Ekipi atletikës së Lushnjës garon me sukses tashmë prej 3 vitesh, duke përfaqësuar qytetin në moshat U13, U16, U18 dhe kategorinë e të rriturve. Stërvitjet zhvillohen në ambientet e stadiumit Roza Haxhiu, ku djemt tregojnë për kushtim dhe motivim të madh për këtë sport. Përmes stërvitjeve të rregullta, ata synojnë të përmirësojnë performancën dhe të fitojnë medalje gjatë këtij viti. Megjithatë, sfidë mbetet mbështetja financiare, pasi bashkia mundëson vetëm shpenzimet e udhëtimit për një pjesë të garave. Pjesa tjetër financohet nga prindrit dhe mjete private, duke treguar për kushtimin dhe angazhimin e të gjithëve që ekipi të funksionojë dhe të marrë pjesë në gara të ndryshme. Trajneri i ekipit vlerëson disiplinën dhe dëshirën për të mësuar të rinjt, ndërsa nxënësit shprehin entuziazmin e tyre për garat e ardhshme, duke treguar se atletika nuk është vetëm një sport, por edhe një mënyrë jetese për ta. Jemi në vitin kalendarik 2026, ekipi atletikës është duke u përgatitur për këtë sezon. Kemi objektiva që Lushnja të jetë gjithmonë pjesë e podiumeve, të jetë pjesëmarrëse dhe të përfaqësohet me dinjitet. Lushnja do të përfaqësohet në garat në sezonin 2026 në moshat U13, U16, U18 dhe kampionatin e të rriturve. Gjithmonë objektive që Lushnja të jetë pjesë e podiumeve dhe të syejë ndonjë rekord kombëtar. Në vitin 2025 kemi pasur një kampion individual, kemi pasur visin në 100 metrash, 300 metrash, kemi pasur kampion kombëtar U13, pra moshat e U13-s, kemi pasur dhe kampion të tjerë individual. Por këtë viti kemi objektivat e qarta sepse duke kaluar kohë dhe çunat kanë fituar eksperiencë, kanë fituar qëndrueshmëri, kanë përmirësuar anën e tyre fizike, tani kanë dhe eksperiencë që do t'i favorizojmë më shumë këtë sezon. Në klubin e atletikës të Lushnjës kam pothuajse një vit e gjysmë, ndiem shumë mirë me djemt dhe me taktikën e profesorit që përdor për stërvitjen tonë. Është një punë shumë e lodhshme dhe individuale, thuajse duhet shumë kurajë për këtë punë. Dhe synimet e mia për vitin 2026 që janë të dalim kampion në garat e shpejtësisë, 100 dhe 300 metra, dhe të pretendojmë ndonjë podium në garat e të rriturve. Mendojmë se kemi një ekip të mirë, kemi formuar një ekip thuajse perfekt dhe kemi synime të rifitojmë edhe një herë kampionatin e U13-s dhe të fitojmë për herë të parë kampionatin e U16-s. Unë vitin e kaluar fitova vendin e tretë 50 metra shpengesa. Garat e mia janë 50 metra shpengesa edhe 300 metra. Unë për të ardhmen time dua që ta vazhdoj këtë. Sporti është shumë i mirë për ne. Na bën shumë mirë. Ekipi i Lushnjës vazhdon të rritet dhe të bëhet një model frymëzimi për të rinjt që duan të ndjekin pasionin e tyre në sport.